Kush mendoni se e fiton? E ka fituar më burrë, ka fituar populli. Populli e ka fituar. Mund të jetë shumë mirë, mund të jetë shumë i keq, populli ka fituar edhe një herë. Ka hongër gjithmonë. Po kush janë? Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Si e kalut? Mirë. Lodh mërzit? Jo, po ju. Jeta në përgjithësi. Mirë, shumë mirë. Shkëlqyer. Si ju në këtë moshë për të vlerësuar dhe respektuar. A i keni pritur dhe a ndodh ajo që ju keni menduar që kur të arrini në këtë moshë? Shumë mirë përparimi. Shumë mirë. Kush? Shumë mirë. Përparimi jonë çka kena punuar, kena jetuar. Përparimi dolën letrat. Është në Amerikë sot, përparimi. Igu. Qitë mirë. Jo, vetë ju e jeni kënaqur me ato se çka kishit për shmëri kur të arrini në këtë moshë. Ato se çka kishit menduar, ndryshe nga se çka po ndodh sot. Ne kena menduar që mos u fshihen hidrocentralet. Bravo. Kena menduar që mos u prishin fabrikat. Bravo. Kena menduar po shumë gjëra që këto i kanë prishur, i ka shkatruar. Bravo. Edhe mojnë Amerikan ato bajkat edhe i bin këtu kene ato bajkat. Jeni kundër Amerikanëve? Unë nuk jam kundër Amerikanëve. Jam kundër atyre që vinë pa dokumenta vinë këtu dhe i bashkojnë salës. Pse ne shkojmë me dokumenta atje dhe ata vinë pa dokumenta? Kjo është nuk s'ti japim vlera vetes. Kjo një të merrimos për popullin shqiptar. Një plak 80 vjeç. Ju sa jeni? Unë jam më pak. Më pak. Po gjithsesi po shkollë kam më shumë se ai. Unë shkoj pa më shumë se ai, kam studiuar edhe jashtë. Më shumë se Po, si sala. Unë nuk kam gënjur kanë. Si ka mundësi me që sot qeka është dita ose jeta ose bota e jo meritokracisë. Çfarë bota është? Po pra ju jeni më me shkollë. Çfarë bota? Po me shkollë. Kush ta ka provuar? Dhe ai është para. Unë kam punuar comme marrë kryeminist. Ka qenë më të vështirë edhe rrugash kryeminist. Po. Këtu ligja është ligj. Ligja është ligj. Ajo është ndjek. Kërkojmë nga ne. Kur të përfundojmë me drejtësinë, dali aty 100 vjeç edhe të bëhet kryeminist. Me 100 vjeç po? Po, me 100 vjeç do bëhet ai. Po si shihni ju situatën sot? Situata shumë mirë, punë ka sa të dush, lirë janë popullit që shkojnë në loja që ai zotit punoj të haj. Kaq. Po jo më vao kryeminist me shit hidrocentrale, me prish fabrika, tes, uzinë të tilla të Shkodër. Çfarë ska prish në Berat, uzinë të instrumente në Korç. Ky ka shkatruar komplet Shqipërinë. Do të vjen prap, ta shkatroj prap. Pyet i shkatroj, nuk ka një me bën një arkivol, nuk ka një pish. Një pish nuk ka, i nxorin jashtë asaj. Një të merr i madh. Ka mos albrishëm popullin shqiptar se bën kush. Tjetër? Kjo e di nama unë nuk jam, po e di nama ka punë, unë ka punë sa, nëse ka punë president ai, ta djegi policia shteti. Po jo si ky. Rama s'ka buk shumë nga këto? Jo, Rama nuk ka shit hidrocentrale, kanale, këto si ka baj. Po Xhemal, ku po veti? Hajde Xhemal, ta shoh mirë si është puna, dilte tek. Te që ta bën. Me kamera pastaj. Jo, me kamera. Jo, më sheshet. Okej, mirë, se flet kjo Xhemal, do ti thjesht mbështet, po thuj ka drejt ose jo. Jo, më jemi diskutuar, ne kemi gjyq. Ai ka fjalë vetë. Ka argumente se këtu duket. Unë kam argumente të fakta. Duket të themi e njëanshme, duket politike, duket sigurisht unë jam dakord me atë që. Të thënë numrin e telefonit. Si mendon ti? Të thënë numrin e telefonit. Edhe unë përballaj me Salbrishin përballaj. Del ti e bën ti. Përballaj me Salin. Na se ky nuk ka rrugash. Atëherë s'mund të arrestohem. Ki shiti fabrikat instrumentet, në Korç, Berat, Fier, Naft, ky nuk la gjë pa shkatruar. Tash do të vend, prap bon ky. Po, por çfarë s'ka më fabrikat prishi, çfarë prishi tjetër? Ja japim se s'ka çfarë prish më. Prishi veten e vet. Si çe ka prish? U ka prishtuar? Ai maskara. Për mua. Pa figurë. Po. Ai nuk është veç tjetër veç një kriminal i gjithë shqiptarëve. Pas ke infektuar këtë? Jo, çka kam, unë ka qenë njerëz. Nuk ka edhe fjetë nuk. Edhe ç'a? Jo, nuk kem shokun, shok po. Ai shoku Xhemalit. Ai është kunati i shokut Xhemal. Jo, ai ky djalë mirë. Kam mbi 30 vjet që nuk e shoh. Që se ke pa? Tani po takohemi Hajde. Euro gjithë minat. Ç'a do thosh? Po kush mendon ti se do e fitoj për shembull? Ai çorrat e rrugashit, çorra shikon. Ku ka punuar çorri? Ku ka punuar këto partitë e vogla? Ku në Zhven kanë punuar që to drejton një popull? Po gjithmonë gjithë populli thotë që ti do të rritë vëlla. Jo më drejtë thoni. Jo më drejt. Çka punuar? Këto duhet punojnë me një vend, të aktivizohen me popullin, edhe ta drejtojnë pushtetin popullit. Po jo këtu. Unë se kam takuar, një të me taku shëtyr që takova,
edhe Po, do takojmë tani, po një mu. Kush mendoni se e fiton? E ka fituar më burë, ka fituar populli. Populli e ka fituar. Po, mund të jetë shumë i keq, populli e ka fituar edhe një herë. Ka hongër gjithmonë. Po ku janë? Po populli më ka hongër. Sa shqiptarë ki jashtë më që po gjikë propaganda për me votuar diaspora. Po si të prishish. Po thirret gjithë. Po si më të prishish fabrikat, të prishish ndërmarrjet. Po i patë ke prishish gjithë. Po çka prish më gjithë, po ky tjetër s'ka prish as gjë. Asnjë gjë s'ka prish. Po ky prish shqiptar, më largoi gjithë ka prish. Ki ka rregulluar shqiptarët. Ki ka. E disha arkitekt është ky, e disha arkitekt ky. Demokratët gjithë. Ky të pikturon kam pikturon ky. Ne ke ky pikë. Po, jo Berisha. Rama. Ky ka vrarë tropues, ka vrarë zemë, zemë, ka zemë. Ky e vrau zemrën. Po kush e vrava unë? Edhe një fjalë do të thamë ty. Unë jam familje dëshmori, edhe salat do të gjej vrim ku të futit. Edhe këte janë familje dëshmori, ta thamë emrin. Po janë familje dëshmori pra thash. Po kur dënohen? Kur dënohen? Salat do haj plomin kaq. Po kur do haj plomin?